Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju kanë dalë thinjat, lyeni flokët me këtë maskë dhe thoni lam të mirë thinjave. Sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar, është që boja të zjas sa më shumë në mënyrë që të mos duken thinjat. Por ato janë aty dhe doni apo nuk doni, duhet që të bashkëtoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, fytyrës dhe mos përdorimi i locioneve që mbrojnë flokët nga nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve të zbardhen më shpejt nga çfarë ju mendoni. Sigurisht, duhet të dini se nuk mund t'i lyeni çdo javë, prandaj ju ftojmë të dëgjoni këto këshilla. Maskë me sherebel. Përbërësi që do t'ju duhen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji zi dhe 500 ml ujë të zakonshëm. Fillimisht të vini të ziej ujë, pasi të marrë valën e parë shtoni bustinat e çajit të zi dhe sherebelen. Lëreni të ziejnë bashkë në një zjarr të ulët për rreth 15 minuta, duke i përzier her pas here. Më pas, filtroni lëngun e përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Në qoftë se ju e përsërisni këtë maskë 3 herë në javë, ju do të vini re që thinjat tuaja nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja do të qëndrojë më gjatë. Maskë me rozmarin. Rozmarina është një pjesë përbërëse e shumë bojrave, pasi stimulon rritjen e flokëve. Rregullon vlerat e pH-it natyral të skalpit të kokës dhe njëkohësisht parandalon shfaqjen e thinjave. Këtë herë ne ju propozojmë që ta përdorni për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët. Përbërësit janë 200 gram rozmarinë krymsuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër ujë. Zgjidhni ujin bashkë me rozmarinën për 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë vluar, do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar një masë më të trashë. Pasi të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shishe në trajt spray, hidheni mbi flok dhe masazhojeni. Përdoreni këtë maskë 2 herë në ditë. Kujdes, nuk ka nevojë për shpëlarje. Maska me gjethe arre. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e arrave përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë një glone, një ngjyrues natyral që forcon rrënjën e flokëve dhe fsheh thinjat. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë maskë janë 1 litër ujë dhe 20 gjethe arre. Vendoseni ujin të zi dhe pasi të vini re pulsat e para të vlimit, shtoni gjethet e plota. Kjo masë duhet që të qëndrojë në zjarr për 2 orë, pastaj filtrojeni me anë të një furçe, lyeni rrënjën, pasi të jetë tharë, shpëlajini flokun tuaj me ujë të vakët. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë receta natyrale të cilat mund të zhdukin rrudhat tuaja. Flokët e thinjur, siç dihet, jo gjithmonë kanë lidhje me moshën dhe vitet. Në qoftë se ju vini re se disa fije të bardha ose gri në flokët tuaj, do të thotë se folikulat e flokëve nuk po prodhojnë më melanin. Melanina është pigmenti që u jep atyre ngjyrë. Ndërkohë, kjo gjë ndodh zakonisht në të 30-tat, por nuk do të thotë që një 20 vjeçare mund të mos ketë thinja. Për shumë të rinj, lyerja e flokëve mund të jetë një zgjidhje e mirë, por jo një domosdoshmëri. Këto maska do t'ju ndihmojnë ju për të rikthyer ngjyrën e errët të flokëve dhe njëkohësisht për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të thinjave. Zakonisht, dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol mjaft të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur, rekomandohen ushqime të pasura me acide yndyrore, omega 3 dhe njëkohësisht vaj ulliri, avokado, fruta të thata si arrat dhe farat, si edhe ato të pasura me vitamin B dhe E, magnez dhe njëkohësisht zink. Maskë me piper të zi.
kos dhe vaj bajamesh. Në një enë shtoni 10 gram piper të zi të grirë, një lugë gjelle me kos dhe gjithashtu një lugë gjelle me vaj bajamesh. Lyeni flokët që nga maje në rrënja dhe mbajni përzierjen për një farë kohe diku tek 30 minuta. Përdoreni këtë masazh 1 apo 2 herë në javë dhe do të vini re rezultate të cilat do të që në ditët e para të përdorimit të kësaj maske. Maskë me kafe, kostë dhe uthull molle. Si të vihet re dhe në maskën e mëparshme, kosti është përbërësi kryesor i cili ndihmon në zbehjen e thinjave. Për këtë maskë duhet të përzini 50 ml kost natyral dhe një lugë kafe e pasdier dhe një lugë uthull molle derisa të përfitoni një masë homogjene. Pasi t'i keni larë flokët si zakonisht, aplikojeni maskën nga rrënjët në maja dhe mbajini për 90 minuta. Mbështilleni flokët në qese plastike ose peshqir. Lajini kokën me ujë të vakët dhe në fund thajeni atë në temperaturë ambienti. Çdo fillim viti sjell edhe dëshirën për të ndryshuar lugë. Sado që keni me të njëjtën ngjyrë flokësh, sërish të ndoheni dhe doni të provoni ngjyrën më në modë të momentit. Por, para se ju të kaloni tek një ngjyrë e re, duhet të dekoloroni flokët, proces që është jo gjithmonë i shëndetshëm. Në fakt, nuk është as pak i shëndetshëm pasi që ngjyrosja e flokëve ka në përmbajtjen e saj agent kimik, por ju mund të hapni ngjyrën e flokëve në kushte shtëpie falë këtyre përbërësve 100% natyral. Kamomil, përveç të qenurit një bimë e shkëlqyer, kamomili gjithashtu është një aleat i rëndësishëm kur bëhet fjalë për bukurinë femërore dhe për kujdesin e flokëve. Bëni një çaj kamomili të fortë dhe lëreni të ftohet. Aplikojeni atë në të gjithë flokët tuaj dhe lëreni që të thahen jashtë në diell ose në temperaturë dhome. Kamomili ju ndihmon që të hapni ngjyrën e flokëve dhe gjithashtu duket se ju ushqen ato. Kjo teknik duhet përdorur 2 deri në 3 herë në javë. Mjalti është i përkryer edhe për të theksuar ngjyrën tuaj të flokëve sepse përmban një sasi të vogël peroksid hidrogjeni. Megjithatë, mjalti do të jetë i efektshëm në qoftë se ju e holloni me pak ujë ose uthull. Kjo do ta bëjë më të lehtë aplikimin dhe me të mund të lani me shpejtësi. Pasi ta përzini mjaltin me ujë ose me uthull, aplikojeni në flok. Vendosni një kapuç plastik dhe lëreni që të veprojë gjatë gjithë natës. Në mëngjes, lajini flokët tuaj si zakonisht. Kanella. Kjo erëz aromatike është ideale për sa i përket çeljes së ngjyrës së errët të flokëve. Lajini flokët tuaj me balsam flokësh, madje përdoreni edhe pas së larjes si zakonisht. Ndërsa flokët janë ende të patharë, aplikoni kanellë pluhur dhe ujë të ngrohtë. Vendosni gjithashtu një kapuç plastik në kokë dhe lëreni këtë përzierje në aq kohë sa ju të dëshironi. Kanella është një nga mënyrat më të sigurta për të çelur ngjyrën tuaj të flokëve. Prandaj, herën tjetër, para se të drejtoheni tek produktet e shtrenjta, ne ju sugjerojmë që ju të përdorni këtë maska natyrale. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.